Vlla dhe motër, sonte jemi në 10 netshin e fundit të Ramazanit. Profeti ynë sallallahu alaihi wasallam kur hynte ky 10 netsh, e shtrëngonte brezin, e kthinte natën pra me namaz, me lexim Kur'ani, me përmendjen e Allahut lartësuar dhe i zgjonte familjarët e tij. Prandaj, vlla im, motra ime, ne jemi në kërkimin e natës së Kadrit, natë që është më e vlefshme se 1000 muaj. Prandaj, kush falet natën e Kadrit, duke besuar dhe shpresuar i falen atij mëkatet që ka bërë më parë. Vlla dhe motër, le të përpiqemi shumë, le të angazhohemi shumë me namaz, me lexim Kur'ani, me lutje, me përmendje të Allahut lartësuar, me vepra të ndryshme të mira, le ta shfrytëzojmë këtë fund Ramazani, le t'i shfrytëzojmë këto ditë dhe këto net që kanë mbetur nga muaji Ramazanit. Elus Allahun e lartësuar që na i dhuroj mirësitë e Ramazanit. Elus Zotin e gjatësisë që mos na privoj. Amin.